Mirëmbrëma të gjithëve, jemi në Ekozon si çdo të diel për të njohur me zhvillimet ekonomike të javës. Gjatë kësaj jave, 10 fermer kanë protestuar përpara Ministrisë së Bujqësisë kundër vendimit për të hequr mbështetjen e naftës pa taksa nga qeveria, pikërisht pra në kohën kur çmimi i naftës është shtrentuar ndjeshëm. Ndërkohë, rritja e çmimit të naftës ka sjellë edhe një shtrentim të biletës për udhëtime drejt juglindjes së vendit. Operatorët thonë se për shkak të rritjes së kostos, bileta është rritur me 200 lekë. Por edhe pse në muajin mars kulmoi shtrentimi i çmimit të karburanteve, shoqëruar edhe me një sër produktesh të tjera ushqimore, Instat thotë se këto çmime pra nuk kanë patur ndikim në ecurinë e inflacionit. Sipas Instat, inflacioni në muajin që lan pas, pra në muajin mars, arriti në 2.6% nga 2.5% që ishte në muajin shkurt. Pas arritjes armpushimit në lindjen e mesme, çmimi i naftës në tregjet ndërkombëtare ra nën $100 për fuqi, ndërkohë në tregun vendas bordi i transparencës u mblodh 2 herë për të ulur çmimin e naftës dhe për ta çuar atë në kufin të 210 lekëve për litër. Ndërkohë, në emisionin e sotëm do të vijmë të flasim për spiralen e çmimeve që po ka mbritur në të gjitha, po themi, ekonomitë familjare. Muaji mars, si kundër e përmenda, ishte koha kur çmimi i naftës kulmoi duke arritur deri në 220 lekë për litër, ndërkohë që pam që edhe një sër produkte ushqimore siç është domati, specia apo të tjerat nuk i gjen në treg më pak se 350 lekë për kilogram. Por pavarësisht kësaj situate, Instituti i Statistikave në normën e inflacionit që publikoi për muajin mars arritin konkluzionin se kemi një ecuri inflacioni pra në nivelin 2.6% me një rritje minimaliste nga muaji shkurt që ishte pra 2.5%. Dhe thënë ndryshe, sipas Instatit, të ardhurat e shqiptarëve janë zhvlerësuar gjatë muajit mars vetëm me 0.1%, edhe pse çmimet e një sër produkteve u rritën gati me 50%. Por edhe më paradoksale duket situata nëse do të shikojmë për sa i përket ecurisë së inflacionit tek grupmallrat e ushqimeve dhe pijeve alkolike. Në muajin mars ky tregues ishte 1.3% nga 1.7% që ishte gjatë muajit të shkurt. Ndërkohë, për të ecur më tej për sa i përket edhe treguesit të normës së inflacionit te grupi i inflacionit qera, energji dhe karburante, ne shohim që edhe ky grup pra ka pasur një peshë të konsiderueshme për sa i përket çmimeve dhe ecurisë së inflacionit gjatë muajit që lan pas. Por përballë kësaj situate, qeveria ka patur vetëm një masë që ishte ulja e aksizës për karburantit, nëse ajo do të kalonte pra çmimin 220 lekë për litër. Ndërkohë që gjatë kësaj jave ne pam që edhe Ministria e Ekonomisë njoftoi se nëse do të ketë një ecuri të mëtejshme të rritjes së çmimeve të produkteve ushqimore, atëherë qeveria do të ketë një paketë subvencionuese për shtresat në nevojë. Por kush po përfiton më shumë nga kriza e çmimeve? Shumë ekspertë thonë se është qeveria ajo dhe buxheti i shtetit duke mbledhur më shumë para për shkak edhe të rritjes së çmimeve. Por a është koha që qeveria të mendojë për një paketë mbështetëse? Do të flasim për efektet e luftës së largët që kanë mbritur në ekonomitë familjare, ndërkohë që në pjesën e tretë e emisionit do të ndalemi për të folur tek investimet e një kompanie në treg, produktet e cilat janë pjesë e përditshmërisë tonë. Do të flasim për kompaninë Erzeni, e cila në gjatë vitit 2026 është në një fazë ekspansioni duke investuar dhe duke rritur standardet për konsumatorët. Për gjitha këto na ndiqni. Mirë, në këtë pjesë të parë të emisionit do të flasim për spiralen e çmimeve që ka nisur të ndihet pothuajse në disa sektorë të ekonomisë dhe kam kënaqësinë që ta analizoj në këtë pjesë të parë të emisionit me të ftuarin tim që është zoti Ilir Cikos, studiues dhe ekspert ekonomie. Përshëndetje, faleminderit që na Ekozon. Ilir, siç u njohëm pra gjatë kësaj jave me treguesin e inflacionit të publikuar nga Instituti i Statistikave, i cili thotë se norma e inflacionit pra arriti në 2.6% vetëm me një rritje minimaliste gati të papërfillshme në raport me një muaj më parë, kur të gjithë e dimë dhe kemi tashmë të prekshme që muaj mars kulmoi me rritjen jo vetëm të çmimit të naftës, por edhe të një sër produktesh të tjera ushqimore. Si ta kuptojmë të normë inflacioni në gjykimin tuaj? Së pari, duhet themi që gjithmonë të dhënat e inflacionit që publikohen nga Instati, pa vënë as pak në dyshim korreksin, pasi sigurisht që bazohen mbi një metodologji të përcaktuar dhe mbi vërtetime të sakta që Instati kryen për këtë qëllim, kanë dhe ato kufizimet e tyre. Së pari, numri i produkteve të shportës që Instati konsideron për matën e inflacionit është i kufizuar në rreth 400 produkte dhe shërbime që ofrohen në Shqipëri, të cilat padyshim janë pamjaftueshme për gamën e gjerë të gjitha produkteve që tregtohen në vendin tonë. Nga ky këndvështrim të dhënat mujore për vlerën e inflacionit, unë personalisht i marr paksa me rezervë dhe
kryesisht më interesojnë për të parë prirjet vjetore për atë inflacionit, pra se si lëviz në periudha paksa më të gjata kohore se sa ato mujore, dhe arsyeja e dytë për t'i parë është sigurisht edhe për të parë konfirmimin e prirjeve. Pra, në rastin e një krize, siç është lufta në Iran, e cila po ndikon me rritjen e çmimit ndërkombëtar të naftës, në çmas kjo do të vërehet në rritjen e inflacionit të përgjithshëm. Kjo po ka një dobi pra për të parë vlerat e asaj që publikon Instati. Por sigurisht prirja është shumë modeste, pra ajo që ne pam nga dhënat e marsit janë shumë modeste nga pritshmëritë që ne si ekspert do të kishim, dhe publiku që ndjen nga vetë çmimet që konsumon nga produktet në treg. Nuk duhet të paragjikoj askënd në këtë drejtim, po besoj që dhënat më të përditësuara që do të marrim në vijim nga Instati do të konfirmojnë këtë prirje, por pra do të jetë në muajin prill, le të themi, në trekuesin e prillit. Besoj se të dhënat do të jenë më të larta, pasi është evidente që në shumë produkte ka pasur një rritje të ndjeshme të çmimeve gjatë javëve të fundit, dhe edhe me shifrat zyrtare po shkojmë drejt atij synimit madhor që ka dhe Banka e Shqipërisë për të ruajtur inflacionin në nivelin 3%. Në gjykimin tuaj, zoti Ciko, fakti që përgjatë këtyre javëve të fundit kemi parë këtë rritje çmimesh, sigurisht si burim fillestar nga çmimi i naftës për të kaluar më tej edhe në një sër sektorësh të tjerë dhe produktesh të tjera, e keni parë si një rritje normale për shkak të rritjes së kostos, apo në tregun vendas kemi edhe të ndërthurur abuzime të mundshme? Atëherë, të dhënat e inflacionit nga Instati nuk hetin shumë dritë mbi këtë pyetje, pasi dukshëm efekti më i madh vjen kryesisht për rritjes qerave si komponent dhe transportit, të cilat ndoshta nuk janë të lidhur aq dukshëm me atë çka po ndodh në tregun vendas. Realiteti me cilin ne përballemi, sigurisht ngritja e çmimit të naftës është produkti kryesor që ne importojmë. Nga gjithë produktet që Shqipëria i importon sot, numri 1 janë produktet e naftës, kështu që një rritje e çmimit sigurisht që teqohet në të gjithë zinxhirët e vlerës brenda tregut vendas. Dhe padyshim që kjo do të reflektohet së shpejti edhe në të gjithë produktet e tjera, pavarësisht se shpejtësia me cilën transmetohet rritja e çmimit nuk është e njëjtë për të gjitha produktet. Por pavarësisht kësaj, pra çfarë ndodh në zinxhirët e vlerës brenda ekonomisë, unë mendoj që në javët e para të një krize, sikurse ka ndodhur dhe herë të tjera, ajo që ndikon më shumë në rritjen e çmimeve lidhet më shumë me efektin psikologjik dhe të pritshmëritë që kanë konsumatorët, bizneset mbi atë çfarë do ndodhë në tarën. Pra pasiguria reflektohet gjithmonë në një risk, reflektohet në një çmim më të lartë se sa vetë kosto e prodhimit të produkteve që ne marrim në vend. Dhe po ta marrim thjesht për të ilustruar një fakt, një fshatar që shet domatet në treg apo shet produktet apo një shitës i vogël që prodhon djath, po them, në treg, arsyeja se pse ai synon që të rrisë çmimin dhe provon të rrisë çmimin, lidhen pikërisht me këtë pasiguri dhe me prirjen e përgjithshme të rritjes së çmimit të naftës, sesa me prekjen që ai ka në kostot e prodhimit për shkak të rritjes së çmimit. Meqense po flasim për pasigurinë që vret më shumë se sa vetë kosto janë në vetvete. Dhe kjo nuk vlen vetëm për Shqipëri, është për gjithë edhe për tregjet ndërkombëtare. Për gjitha tregjet, patjetër, brenda dhe jashtë. Po sot që po flasim, jemi në një armë pushim, paktën për sa i përket konfliktit në lindjen e mesme. Jenë ndër ato ekonomistë që beson që çmimet do të vazhdojnë të rriten apo do të kemi një zbutje graduale? Atëherë, së pari të gjithë ekonomistët bien dakord që ka një asimetri në mënyrën se si lëvizin çmimet. Është shumë e lehtë për të rritur çmimet në treg, por që të kthehen çmimet prap dhe të ulen, të kthehen mbrapsht, është shumë herë më e vështirë për shumë faktorë. Së pari, konkurenca në treg nuk është në asnjë vend, por veçanërisht në Shqipëri nuk është as pak ideale. Sepse nëse do të kishim një konkurrencë të plotë, konkurrencë vibrante brenda vendit, atëherë kjo do të bënte që nëse mundësi do të ishin për të ulur çmimet, kompanitë do të konkuronin me njëra tjetrën dhe do të ulnin çmimet mbas uljes së çmimit të naftës. Kjo nuk ndodh dhe një nga arsyet është sepse veçanërisht në sektor të caktuar, siç është jo vetëm nafta, por edhe bie fjala supermarketet në vend apo prodhuesit në sektor caktuar, janë
janë të përqendruara në pak duar dhe konkurenca nuk është në nivel të tillë që të veprojë menjëherë për të ulur çmimet. Pra treku nuk është elastik. Pra absolutisht në të kundërt, në uljen e çmimeve. Po sigurisht. Dhe e njëjta gjë ndodh edhe me shitësit e vegjël. Nëse fshatari që shet produktet, e shet që ai nga 2000 lekë e shet domaten me 2500 lekë, edhe nëse çmimi i naftës do të bjerë në nivelin që ka qenë vitin e kaluar, atëherë ai thotë që konsumatori e ka blerë me 2500, atëherë nuk kam arsye pse të provojë ta ulë, do ta mbajnë në atë nivel 2500 lekë. Kjo realisht ndodh sepse çmimet janë ngjitse, pra është e lehtë që të rriten, por është shumë më e vështirë dhe kërkon shumë më tepër kohë që të gjejnë ekuilibrin në zbritjen e tyre. Pra nuk beson se ky ekuilibër në zbritje do të jetë i shpejtë apo do të jetë jo aq i shpejt. Të gjithë besojmë se do të ketë pra do të lëri, edhe sikur lufta të përfundoj, sigurisht gjithë kjo krizë që ne kalojmë lë pas një vulë inflacioni, e cila dihet në të gjithë ekonominë. Diku më pak, diku më shumë, por beson se do të kemi të njëjtat efekte si kundër na dha lufta Rusi-Ukrainë? Apo jo, nuk jemi në ato parametra. Është shumë e vështirë në planin global të bësh parashikime. Ndërkohë që në kohën e luftës në Ukrainë, situata pavarësisht se ishte e vështirë, ishte relativisht më e parashikueshme. Ajo që po ndodh sot në politikën globale me qëndrimet me paqëndrueshme ose të paparashikueshme të administratës amerikane, e bën akoma dhe më komplekse dhe me më shumë drejthije atë se çfarë do të ndodhi në të ardhmen. Flitet për një armpushim, por që në ditën e parë që nis armpushimi ka pikpyetje nëse është një armpushim apo funksionon. Pra vjet në pikpyetje ekzistenca e tij. Flitet që të nisin bombardime, do të nisi një luftë e furishme dhe në ditën kur këto do të nisin thuhet që po nis një armpushim. Pra, askush nuk mund të vëri një bast që të thotë se çfarë do të ndodhi në të ardhmen, dhe është pikërisht kjo frym pasigurie dhe paqëndrueshmërie që përkthehet në një kosto të rritur, jo vetëm të çmimit të naftës, por edhe të produkteve të tjera në treg. Zoti Ciko, sikur të mos mjaftonte gjithë kjo situatë, ky realitet i ri i krijuar së fundmi për shkak të situatës gjeopolitike, ju më herët keni bërë edhe një studim të tregut dhe keni dalë në konkluzionin se në Shqipëri njësër produktesh kryesisht ushqimore janë gati 2 deri në 3 herë më shtrenjtë se të njëjtat produkte që shiten në tregjet europiane. Nga analiza që keni bërë, pse jemi në këto kushte? Çfarë keni konstatuar? Jo një studim, unë e kam punuar edhe më gjatë dhe jam duke ndjekur ende këtë si çështje që është mjaft interesante dhe e ndir Shqipërinë si një model vërtet unik në rajon apo edhe në Bashkimin Evropian, pasi ndodhemi përballë një absurditeti ku produktet që ofrohen nga supermarketet tona në vend kanë çmime sikurse ju e thatë në rastin e produkteve ushqimore që shkojnë mbi 2 fishin e çmimeve të njëjta produkte që të njëjtat markete ofrojnë në tregjet europiane apo edhe në vendet e rajonit. Pra, dukshëm Shqipëria ka një kontrast dhe një çmime shumë të larta, pavarësisht se për paradoks kemi dhe të ardhurat më të ulta për frym në Bashkimin Evropian. Arsyet janë të shtjelluara në studime dhe nuk dua që t'i porosis, por 2 janë kryesore të cilat unë do t'i theksoja. Së pari është pozicioni monopol që marketet kanë në tregun shqiptar, e kanë shpjeguar që nuk është një monopol i mirëfillt i përcaktuar sipas ndoshta përcaktimeve ligjore që ka ligji shqiptar, por është de facto një monopol pasi ato ofrojnë produkte të cilësisë europiane që konsumatori shqiptar i kërkon dhe që i gjen vetëm në këto markete dhe është i detyruar që t'i marrë në këto markete. Pasi ka alternativa, por nuk ka sigurinë e dur për të marrë produktin vendas apo për produkte që vinë nga vendet e tjera dhe jo nga Bashkimi Evropian. Kjo është arsyeja e parë, pra pozicioni oligopolistik që kanë këta operatorë në treg, dhe arsyeja e dytë është që shteti është krejtësisht inekzistent për të ndërhyrë në treg dhe për të marrë masa që abuzimi me konsumatorët të mos jetë nëpër masa të tilla. Një gjendje e tillë, pra një rritje prej 10% apo 20% në vendet e Bashkimit Evropian do të përkthejë në protesta masive në Francë, në Gjermani apo në Itali, sikurse rëndomi shohin. Këtu në Shqipëri një gjë e tillë nuk ndodh, por ama do të ishte edhe njëkohësisht edhe një këmban alarmi për shtetin për të ndërhyrë në treg, sikurse edhe kanë bërë që shpesh penalizohen edhe gjigantët e ekonomisë botërore, penalizohen për abuzimin që ata kryejnë me konsumatorët. Ndërkohë që në Shqipëri nuk ka raste të tilla sepse të gjithë pajtohen me këtë normalitetin dhe japin atë formulën normale që bleni produktin vendas sepse e keni mundësitë për ta bërë një gjë të tillë, kur në fakt nuk është kështu. E vërtet. Po, meqense po flasim për
çështjen e rritjes së çmimeve, përfituesi kryesor i këtij realiteti dhe i kësaj situate, a mund të themi që është buxheti i shtetit i cili nëpërmjet taksave dhe aplikimit të TVSH-s po merr më shumë para? Janë si paradoks, por buxheti i shtetit është një përfitues i drejt për drejt, pasi unë kam argumentuar këtë ditë që vetëm nga rritja mesatare e çmimit të naftës nga 165 lekë për litër që ka qenë në vjet në 215-218 lekë në këtë vit, nëse rrim në këto shifra, me një kalkulim fare të thjeshtë rezulton që buxheti i shtetit përfiton mbi 70 milion euro në vit, vetëm nga TVSH-ja që aplikohet mbi rritjen e çmimit. Pra, kemi të ardhur shtesë që vinë në buxhet pa kryer asnjë reformë fiskale, pa kryer pa bërë absolutisht asnjë gjë. Pra shteti është në një pozicion shumë komod, sepse në kuadër të krizës përfiton të ardhura shtesë. Qëndrimi im ka qenë nuk lidhet shumë me rishpërndarjen, pra me mekanizmin e rishpërndarjes, pra duhen rishpërndarë këto fonde në drejtime të tjera për ndihmuar shtresat nevoje të tjera. Qëndrimi im është shumë më modest. Unë them që nëse buxheti i shtetit prodhon të ardhura shtesë të cilat nuk kanë qenë të planifikuara në buxhetin e vitit 2026, atëherë nuk ka arsye që këto të ardhurat t'i merren konsumatorit shqiptar dhe bizneseve shqiptare. Dhe kjo është fare thjesht duke modifikuar vlerën e akcizës në mënyrë të ngjashme si qeveria uli me 20% mbi çmimin 220 lekë. Unë them që mekanizmi duhet jetë i tillë që akciza të jetë luhatëse, pra të ulet me rritjen e çmimit të naftës në mënyrë të tillë që të ardhurat në buxhet të mbeten të paprekura. Dhe ky është parimi i neutralitetit fiskal. Në këtë mënyrë, konsumatori do të përfitojë një çmim më të reduktuar në varësi të rritjes së çmimit të naftës në treg. Dhe kjo është mënyra më e mirë për të ndihmuar ekonominë në vend, pra pa e lënë shtetit në dorë që të vjelit të ardhura shtesë dhe të mendoj se ku do t'i çojë këto të ardhura, por direkt t'ia lëri konsumatorit i cili... Pra thënë ndryshe, kjo mas që ka marrë qeveria, që vetëm kur kalon çmimi 220 lekë ulet me 20% akcizë është e pamjaftueshme. Është e pamjaftueshme sepse çdo të ndodhi nëse çmimi do të rritet në 240 lekë. Edhe mund të ndodhi, mund shkojë edhe 250 biles ka pritshmëri sot në forumet që diskutojnë dhe ekonomistë të mëdhenj që thonë që çmimi i naftës mund vete shumë më lart nëse lufta do të vazhdojë. Askush nuk e di ç'do ndodhi. Por e rëndësishme është që duhet jemi të përgatitur se ç'masa do të marrim nëse një gjë e tillë ndodh. Pra nuk do t'ja lëmë thjesht spontaneitetit dhe veprimeve të nxituara, por duhet kemi një skenar të qartë se çfarë do të ndodhi nëse çmimi i naftës, nga cila jemi kaq i varur sot në tregtinë ndërkombëtare, do të vijojë të rritet. Dhe mekanizmi, e thash edhe një herë, është shumë i thjeshtë, ndihmon në mënyrën më të mirë konsumatorët, pa ja lënë shtetit që të krijojë të ardhura shtesë dhe të mendojë se ku do të përdoren këto të ardhura shtesë, për të bërë më shumë tendera, për të bërë më shumë, nuk e di, shërbime publike, apo për të ndihmuar shtresat në nevojë apo pensionistët. Jo, mjafton që këto të ardhura ti mos merren konsumatorët shqiptar, sepse ai që ka mbi shpatulla peshën më të madhe për krizën që po ndodh, është shtresa e mesme e Shqipërisë. Dhe nëse sot ka një diçka për cilën qeveria duhet mendoj, është shtresa e mesme e shoqërisë, sepse është ajo që jep rritjen kryesore ekonomike, është ajo që punon më shumë më tepër se sa krahasuar edhe nga shtresat nevoje apo shtresat që e kanë mundësi që të përballojnë rritjen e çmimit, ndaj dhe vëmendja kryesore e të gjitha masave që duhet merren duhet jetë pikërisht ndaj kësaj. Ilir, a jemi në kushtet kur qeveria duhet mendojë pikërisht për këtë shtresën e mesme me ndonjë paketë mbështetëse? Unë e kam thënë vazhdimisht. Jo, flas me këtë realitet të ri, sepse qeveria paktën edhe me çështjen që unë ju përmenda, me çështjen e abuzimit që bëhet me çmimet nga marketet, është shtresa e mesme që vuan. Sepse shtresat në nevojë kanë një, sido që të jetë për nevojat fondore, marrin një ndihmë nga shteti, kanë një budget vogël ku mbjellin ca perime dhe ato nevojat e mbijetesës në treg, ata që janë realisht të varfër, në një farë mënyrë apo një tjetër, i arrin të sigurojnë në këtë varfëri të përgjithshme që ne kemi brenda vendit. Por ama ai që vuan më tepër janë shtresat e mesme, janë studentët, janë ata që janë të punësuar në Jo, e di pse ta bëra këtë pyetje, sepse gjatë kësaj jave ne pam ministrat që dolën pas mbledhjes së qeverisë dhe Ministria e Ekonomisë tha që jemi duke monitoruar ecurinë e çmimeve të ushqimeve dhe nëse ato do të rriten më tej, do të mendojmë për një paketë subvencioni apo mbështetëse për stresën e mesme. Unë besoj që monitorimi i tregut është një detyrë funksionale e shtetit që duhet të ndodhi në çdo kohë dhe jo vetëm në kohë krize. Dhe abuzimet me çmimet nuk ndodhin vetëm kur plas lufta në Iran,
por abuzimet me çmimet ndodhen në mënyrë të vazhdueshme dhe është detyrë funksionale e shtetit që të monitorojë të gjithë operatorët, jo vetëm ata të naftës, me cilët me të drejtë apo pa drejtë anatamohen shumë këto ditë mbi atë që po ndodh me çmimin e naftës, por edhe të gjithë operatorët e tregut, supermarketet, pikat e shumicës, pikat e grumbullimit të produkteve bujqësore, të cilat sërish abuzojnë me çmimet që ne si konsumator marrim në produktet bujqësore. Shteti duhet të jetë në vit të parë për të monitoruar dhe për të marrë masa kurdo që abuzohet me konsumatorin shqiptar. Dua të them që ne kam mjaftueshëm fakte që çmimet janë shtrenjtuar. Marrim edhe çmimet e ushqimeve, duke lënë pak më njanë edhe çështjen e hidrokarbureve apo çmimin e naftës. Çmimet e ushqimeve kanë surprizuar gjatë këtij muaji. Por shohim çmime të pahasura më parë, të specit, të domates, të çfarë duhet të presim më shumë? Keni dëgjuar ndonjë rast që shteti të ndërhyjë dhe të penalizojë me rast të abuzimi? Asnjëherë. Asnjëherë. Konkurencës që ka për detyrë. Është pikërisht ajo që po them. Autoriteti i konkurrencës thotë mos bleni djathin supermarkete, po bleni djathin vendas, ama nuk bën të paditurin kur i thua që djathi që blehet në supermarkete, të cilat kanë peshë dhe kanë rrjetin e tyre në të gjithë Shqipërinë, dikton edhe çmimin e djathit vendas, sepse ndodhi njëjti fenomen, të gjithë ato mbulmetorët që shesin djathin vendas, kur e shohin që në supermarkete shitet me një çmim katastrofik, dhe ato rrisin çmimin, nuk konkurrojnë me çmimin në supermarkete. Kush mbulmetorët do të konkurrojnë me çmimin për qitur djathin vendas me një çmim më të ulët se sa i që ofrohet nga supermarketi. Pra me këtë shtrenjtim që kemi sot që po flasim, qeveria duhet mendoni ju të ketë një paketë mbështetëse apo jo? Së pari unë them që ne na mungon në mënyrë të vazhdueshme na mungon një kulturë institucionale e trajtimit këtij problemi. Dhe kompanitë janë mësuar në atë kollajlëkun e tyre, pasi ndihen komode që mund të rrisin çmimet dhe të abuzojnë dhe asgjë nuk ndodh. Realisht asgjë nuk ndodh. Ndaj edhe një shkas, siç mund të jetë lufta në Iran, e cila nëpërmjet çmimit të naftës duket se sjell efekte në ekonominë e vendit, përdoret shpesh si shkas pra për të iniciuar rritje të mëtejshme të çmimeve. Dhe për sa kohë konsumatorët nuk kanë një rrugë zgjidhje tjetër, sepse ku do shkojnë që të blejnë, mund shkojnë për te kufirit, për të furnizuar me naftë në Kosovë, apo në Maltëzi, apo në vende tjera që kanë më të ulët. Ndodhe njëjta gjë me marketet. Çdo ditë ke personat cilët shkojnë në Greqi, shkojnë në Selanik, shkojnë në Janin, apo në marketet e Kosovës, për të furnizuar, sepse çmimet e produkteve ushqimore janë më të ulta në këto vende. Por nuk është kjo mënyra se si duhet të funksionojë ekonomia brenda vendit. Thelbësore është promovimi i konkurrencës brenda vendit, hapja mundësive dhe jo përqendrimi i ekonomisë në pagduar, dhe natyrisht penalizimi, ndëshkimi, rastet konkrete të ndëshkimit të abuzimit me çmimeve. Shteti është Mehmet në këtë drejtim, sepse realisht nuk ka marrë asnjë mas që të bëhet qoftë edhe si shembull, por për operatorët e tjerë që po shteti ekziston dhe do të ndërhyjë. Sinjal që mund kemi ndonjë qasje ndryshe. Kështu që do të mbetemi në këtë realitet. Të shpresojmë që do të jetë më mirë. Të shpresojmë. Unë të falenderoj që ndave me mua këtë informacione. Faleminderit. Nderuar miq, kemi një shkëputje publicitare dhe do rikthehemi edhe në pjesën e dytë të flasim sërish për çmimet dhe do t'i rikthehemi sërish temës së heqjes së mbështetjes së naftës pa taksa për fermerët, të cilët kanë protestuar gjatë kësaj jave. Vetëm pas pak.